Zëvendës kryeministri dhe njëherësh ministër i jashtëm i Shqipërisë Ilir Meta ka përgëzuar televizionin Alp. Në një intervistë ekskluzive, Meta thotë se emri i televizionit është kuptim plot. Uroj që ky të jetë televizion i suksesshëm. Kemi nevojë për gjëra të reja, për faktor të rinj që shërbejnë të ardhmes, dhe unë shpresoj dhe besoj dhe që televizioni juaj do të investohet në këtë drejtim. Meta në intervistën të cilën do ta ndiqni pas edicionit të lajmeve, flet për marrëdhënie dypalëshe midis Shkupit dhe Tiranës, takimet me liderët shqiptar, Ahmeti, Thaçi, Selmani, për zbatimin e marrëveshjes Ohrit, integrimet euroatlantike dhe për vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ministri i Jashtëm i Shqipërisë në takimin me kryetarin e Demokracisë së Re Imer Selmanin ripërsëriti mendimin për të ardhmen europiane të rajonit. Numri 1 i diplomacisë shqiptare dhe Selmani vlerësuan bashkëpunimin e shkëlqyer të dy vendeve. Për mua ishte një kënaqësi e veçantë që takohesha sot këtu me kryetarin e Demokracisë së Re, zotin Imer Selmani, dhe diskutonim për forcimin e teshëm të marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe Maqedonisë, por njëkohësisht të ndanin mendime të përbashkëta për perspektivën jo vetëm të marrëdhënieve shumë të mira midis dy vendeve, por edhe njëkohësisht për perspektivën europiane të gjithë rajonit tonë. Çështjet e hapura mes Maqedonisë dhe Greqisë me siguri se duhet mbyllur. Shqiptarët si një popull shumë konstruktiv në Maqedoni janë duke vepruar në frymën të plot të integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Marrëveshja e Ohrit gjithsesi është një ultrafyes i stabilitetit dhe i ndërtimit të paqes dhe zhvillimit në rajon. Një ditë më parë, zëvendës kryeministri shqiptar Ilir Meta u takua dhe me liderin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmetin dhe liderin e Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçin. Në rend të parë jemi të shqetësuar shumë bllokimin e procesit integrues, shqetësimet për bllokimin e këtij procesi më pastaj kalojnë në hallë dhe ngatresa në shkumjen përpara të Maqedonisë. Kam shpresë se do të arrijmë të gjithë bashku që pas vendimit të gjyqit ndërkombëtar për legalizimin e plot të pavarësisë Kosovës, do të arrijmë gjithë bashku që të kontribuojmë në paqen dhe stabilitetin e këtij regioni dhe pastaj do të ndodhë dhe finalja e integrimit të këtij regionit në Unionin Evropian dhe në NATO. Shqiptarët në Maqedoni duan të jetojnë të lirë dhe të barabartë në vendin e vet. Dhe shqiptarët në Maqedoni duan që Maqedonia të jetë pjesë e strukturave të NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Dhe ne nuk mendojmë fare për skenar të zi se çka mund të ndodhet në të ardhmen, por jemi të vendosur të kontribuojmë, të punojmë që sa më parë Maqedonia të zë vendin e merituar pranë strukturave euroatlantike. Meta u shpreh se koha ndryshimit të kufive ka përfunduar, por është koha për t'i hequr kufit. Pas lajmit të publikuar nga televizioni Alp për mosfinancimin e asnjë projekti të institucioneve të arsimit të lartë në gjuhën shqipe, në kuadër të 40 projekteve hulumtuese shkencore të financuara nga Ministria e Arsimit, është prononcuar zëdhënësi i Universitetit të Evropës Juglindore Demush Bajrami. Sipas tij, ky është një diskriminim i hapur ndaj projekteve shqiptare. Përjashtimi i projekteve shqiptare do thotë përjashtimi i realitetit shkencor në Maqedoni. Prandaj ky është diskriminim i hapur dhe diçka që bie ndesh me synimet integruese, është shprehur zëdhënësi Bajrami. Përkundër insistimi televizioni Alp nuk ka arritur siguroj prononcim mbi këtë diskriminim nga Universiteti Shtetëror i Tetovës. Gjithçka duket gati në komisionin për verifikimin e fakteve. Edhe pse për një kohë është krijuar përshtypja se po përballet me ndërkëmbëza në funksionimin e tij, për të pastruar funksionet publike nga hija e shërbimeve sekrete komuniste. Mungesa e sekretariatit mbetet një problem shtesë për të administruar këtë komision. Komisionet za verifikacije na faktite već e ekipumi na Komisioni për verifikimin e fakteve tashmë i ka kaluar dhimbjet e lindjes. Ai është tërësisht i pajisur dhe i gatshëm për të filluar procesin e lustrimit. Problemi i vetëm qëndron në formimin e sekretariatit të komisionit, i cili do të kryejë punët teknike dhe administrative dhe që asesi nuk po mund të formohet gjatë tërë vitit. Ne patëm 2 kërkesa deri te qeveria dhe Ministria e Financave, mirë po ato nuk u miratuan.
Me rishikimin e fundit të buxhetit, u shkurtuan fondet në mungesat të cilave nuk kemi mundësi që ta formojmë sekretariatin. Vitanovski thot se komisioni punon në mënyrë permanente. Ai nuk ka një përgjigje konkrete për kodoshlëkun e përfolur të njerëzve, të politikës dhe të atyre që vinë nga fushat e tjera të jetës publike. Vërtet nuk e di se për çfarë njolla të zeza në dosjet e funksionerëve bëhet fjalë. Komisioni punon në mënyrë permanente. Momentalisht jemi duke punuar në deklaratat e deputetëve dhe procedurat lidhur me to është ende në zhvillim. Grupet punuese po ashtu janë duke punuar në shqyrtimin e lëndëve nga gjykata kushtetuese. Maqedonia me një vonesë gati 2 dekada miratoi ligjin për lustrim, nëpërmjet të cilit të gjithë bartësit e funksioneve publike duhet t'i nështrohen komisionit për verifikimin e fakteve, për të dëshmuar se nuk kanë qenë të implikuar në shërbimet sekrete të ish sistemit. Vazhdojnë edhe më tepër plasjet dhe akuzat në mes të Bashkësisë Fetare Islame dhe imamit Ramadan Ramadani. Sipas shoqatës së ulemave pranë myftinisë së Bashkësisë Fetare Islame, Ramadan Ramadani është njëri ndër iniciatorët kryesor të incidentit në xhamin Isabeu. I lartë përmenduri me qëllimet e tij të errëta në kohën e fundit paraqiteshte si anëtar i të ashtëquajtur Këshilli Koordinativ për rindërtimin e xhamisë së Burmalis, me të cilën jo vetëm ne, por edhe tërë xhamati e kuptuam se qëllimi i tij nuk ka qenë as pak rindërtimi i kësaj xhamie, por qëllimi i tij ka qenë me përmasa të errëta ideologjike me qëllime të eksponimit të lëvizjes vehabiste. Pas incidentit makabër në xhamin e Isabeu Shkup, nga i cili u tmerruan gjithë ulemaja, xhamati dhe besimtarët brenda dhe jashtë vendit, organizatori kryesor i të cilit ishte vetë Ramadan Ramadani, person që po të jetë pak i ndërgjegjshëm, do të ishte mirë që mos të dilte as nga pragu i shtëpisë. Shoqata ulemave i ka bërë thirrje Ramadan Ramadanit të qëndrojë larg përçarjes tani përpara muajit të Ramazanit. Nga ana tjetër, Ramadan Ramadani i mohoi akuzat e Bashkësisë Fetare Islame dhe kërkoi nga kryetari i saj të japë dorëheqje. Prej datës 30 korrik nesër dita e xumë, fillojmë me grumbullimin e nënshkrimeve në emër të iniciativës qytetare jo formale Nasihat për ndërimin e kryetarit aktual të Bashkisë Fetare Islame Sulejman Rexhepi. Ramadan Ramadani shpreh i bindur se nëpërmjet peticionit do të gëzojë mbështetje nga qytetarët për largimin e kryetarit të BFI-s. Serbia është kritikuar për shkak të dorëzimit të projekt rezolutës për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Sipas një njoftimi të gazetës serbe Blitz, Britania e Madhe, Gjermania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë mirëpritur dorëzimin e rezolutës për Kosovën, në të cilën kërkohet dialog i ri për Kosovën, por nuk kërkohet rihapje e bisedimeve për statusin. Burime diplomatike në New York bëjnë të ditur se Britania e Madhe kishte paralajmëruar Serbinë të mos e dorëzonte projekt rezolutën. Për Gjermaninë, Francën dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rezoluta nuk është rruga e duhur për zgjidhjen e problemeve territoriale. Fuqitë e mëdha edhe SBA-ti kanë bërë thirrje Serbisë të fillojë bisedime teknike me Prishtinën. Pakistani mban zi për 152 persona të cilët e humbën jetën në rrëzimin e aeroplanit afër kryeqytetit Islamabad. Mesazhe ngushëllimi kanë dërguar shumë liderë botror. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka shprehur ngushëllime të thella, ndërsa presidenti amerikan Barack Obama ka thënë se mendja jon dhe lutjet tona janë për të gjithë ata që janë prekur nga ky incident i tmerrshëm. Aeroplani i tipit Airbus 321 që operonte në kuadër të kompanisë private pakistaneze Air Blue u rrëzua në malet Margalla afër Islamabadit. Mesfushori shqiptar Ariana Demi në minutën e 4 ka shënuar golin e vetëm për përfaqësuesen e Kroacisë U19 në përballjen me Francën. Por goli i Ademit nuk mjaftoi për të kualifikuar në finalen e madhe të kampionatit evropian në futboll, i cili po zhvillohet në Francë, pasi kroatët u mposhtën 2-1 nga xhelat.
Me kualifikimin në gjysmën finale, Kroacia siguroi pjesëmarrjen në botrorin U20, i cili vitin e ardhshëm do të zhvillohet në Kolumbi. Në finalen e kampionatit europian që do të zhvillohet të premten, do të përballen Franca dhe Spanja. Raul Gonzalez zyrtarisht është prezantuar para tifozëve të Schalke 04, para 150 gazetarëve dhe mijëra tifozëve. Raul ka shprehur kënaqësinë dhe objektivat e tij me klubin gjerman. Kjo është një sfidë e re për mua. Jo rastësisht zgjodha të luaj këtu. Bundesliga është ndër ligat më të forta në botë dhe unë kam ardhur ta fitoj atë me Schalken, është shprehur Raul. Ai ka mohuar zërat në lidhje me një klauzol në kontratë që i lejon futbollistit të mos luajë ndaj ish klubit të tij nga Madridi, në rast se shorti i përball në Ligën e Kampionëve. Jam i gatshëm të luaj kundër Realit, madje edhe të shënoj gol, theksoi Raul. Trajneri Felix Magath i dorëzoi futbollistit bluzën me numrin 7, ndërsa minatorët e Gazprom në shenjë mirëseardhje i dhuruan 2 gur qymyri. Manchester Unitedit ka shkatruar ekipin e hyjeve të MLS në miqësoren e zhvilluar në stadiumin Reliant në Houston të Teksasit. Ndeshja u mbyll me rezultat të thellë prej 5-2 në favor të europianëve. Fillimisht, Maqeda në minutën e parë dhe të 12 e hapi takimin duke krijuar përsi të dyfisht për ekipin anglez. Në pjesën e dytë filloi goleada. Brian Ching zvoglloi përsin në minutën e 65. 5 minuta më vonë, Deron Gibson shënoi për 3-1, ndërsa për rezultatin 4-1 u përkujdes Tom Cleverley. Në fund të takimit, meksikani Javier Hernandez shënoi gol në këtë ndeshje që ishte debutues për të. Golin e dytë të fundit për yjet MLS e shënoi Dwayne De Rosario në minutën e fundit të takimit.